Programet STEAM në kohën moderne janë bërë gjithnjë më të kërkuar si tek fëmijët, ashtu edhe tek të rriturit. Me këto programe të rinjeve u mësohet shkenca dhe teknologjia nëpërmjet përvojës praktike, robotikës dhe inteligjencës artificiale, duke nxitur kreativitetin dhe mendimin kritik. Kjo qendër ka një mision të qartë të detektojnë fëmijët e talentuar dhe t'i drejtojnë ata nëpërmjet mësimit të specializuar për t'i kthyer në të rinj të aftë për drejtimet ku ata shprehin talent në moshën më të vogël, sepse në këtë qendër vlerësojnë se talenti lind, por për të dalë në pa, ai duhet zhvilluar dhe drejtuar përmes specialistëve që janë aty për fëmijët. Qendra Skylab është qendër edukative jo formale, e cila merret me zhvillimin e programeve që kryesisht kanë të bëjnë me programin ndërkombëtar që quhet STEAM. Kjo shkurtesë ka të bëjë me shkencën, teknologjinë, inxhinierin, artin dhe matematikën. Qëllimi është që këtë plan program ndërkombëtar ta zhvillojmë dhe ta zbatojmë edhe në Republikën e Maqedonisë, në komunën e Çajirit dhe më gjerë. Domethënë tash fëmijët tanë, varësisht prej moshave që kapin prej moshës 6 deri në moshën 14 vjeçare, u nënshtrohen këtij programi, i cili në të gjitha programet tona domethënë përfshin disiplina që i ceka, me një përbashkim me domethënë një pjesë teorike, po edhe domethënë pjesa më e madhe e zbatimit të kurikulave këtu në qendrën Skylab është pjesa praktike. Ne mundohemi që fëmijët me koncepte më të thjeshta bazike nga disiplinat, domethënë tu parashtrojmë atyre aktivitete të shumta praktike me të cilat domethënë do të munden tek ata të thellojmë kuptimin e këtyre koncepteve. Qëllimi i qendrës Skylab është njohja e fëmijëve me këtë disiplinë në mënyrë që domethënë të zbulohet talenti i tyre, duke marrë orë nga shkenca, nga kodimi, nga arti, nga robotika dhe matematika. Qendra Skylab disponon me disa programe. Për moshën 6 dhe 7 vjeçare kemi një program që titullohet programi STARS, është një njohje bazike me këtë disiplina. Pastaj kemi programin KIDS, i cili përfshin moshën nga 8 deri në moshën 10 vjeçare. Këtu përfshin prapë të gjitha disiplinat në mënyrë pak më të detajuar. Gjatë kësaj periudhe të këtij programi, prej moshën 8 deri në moshën 10 vjeçare, ne arrijmë që me anë të monitorimit dhe evaluimit të nxënësve të bëjmë zbulimin e talenteve të tyre. Pastaj, pas kësaj moshe, prej moshës 11 deri në moshën 14 vjeçare, ne kemi dy opsione. Duke pasur parasysh që ne besojmë që në këtë moshë një fëmijë është i aftë të di prirjet e tija dhe dëshirat e tija, ne ofrojmë dy opsione. Ofrojmë opsionin teknologji, i cili më shumë është i fokusuar në kodim dhe robotik, art e matematikë, si dhe ofrojmë programin shkencë, i cili ka të bëjë matematika të kimisë, biologjisë, fizikës, astronomisë dhe kështu me radhë. Të gjitha programet në qendrën Skylab zhvillohen në nivele, praktikisht afër 4 muaj. Pas përfundimit të një niveli me dëshirë të fëmijëve, normalisht nxënësit mund vazhdojnë edhe nivele më të avancuara me tematika krejtësisht domethënë të reja dhe normalisht pjesa praktike e re. Qëllimi i qendrës Skylab është zbatimi një kurikule të re edukative arsimore, normalisht këtë duke marrë si shembull nga shtetet dhe sistemet më përparimtare në botë, prandaj këtu jemi munduar që ta përbashkojmë edhe plan programin më të mirë duke ofruar edhe mjetet dhe ambientin më premtues. Kjo qendër është ndër të para që këtë program e zhvillon në gjuhën shqipe, atje mësimi bëhet përmes lojës dhe dihet tashmë që kur mësimi kthehet në lojë, fëmijët e mësojnë më me dëshirë. Vizioni ynë është që ne dëshirojmë që fëmijëve pikë së pari të ofrojmë një ambient i cili do të mundëson lulëzimin e tyre. Nëpërmjet këtij ambienti ne synojmë që nga qendra Skylab dhe nga vendbanimit komunitetet tona të dalin shumë talenta të cilat premtojnë për një të ardhme më të mirë. Normalisht ne besojmë që fëmijët kanë pak mungesë në aspekt të njohjes së disiplinave teknologjike, shkencore. Për këtë qëllim ne kemi dëshirë që fëmijëve të abim mjetet më të mira, inovacionet më të fundit, të shohim ato se si po ambienton me këto inovacione, të mësojmë një ambient, një komunitet i cili motivon ato të kenë më shumë suksese, të nxjerrin më shumë talente dhe normalisht ky rrugtim
të fillon me qendrën Scale Up, po mos të përfundon aty. Ne synojmë që me një përgatitje bazike që në këtë moshë fëmijët të arrijnë të korrin sukseset më të mëdha në jetën e tyre profesionale. Ne besojmë që ndërtimi për një profesion fillon që nga mosha e re, prandaj nëse një fëmijë që nga mosha 6 vjeçare, 7 vjeçare ambientohet me disiplina si kodimi, robotika, shkenca, ne besojmë se rezultatet e tij në të ardhmen, në një të ardhme profesionale janë shumë më premtuese. Pikërisht është ky vizioni dhe misioni me të cilin arrim këtë vizion nga qendra Scale Up. Metodologjia e mësimdhënies në këtë qendër nuk është shpikur nga drejtuesit e saj. Jo përdor karikula të njohura botërisht, sepse mësimdhënësit atje mendojnë që në kohët e sotme dituria duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe një fëmijë nga Çajiri duhet të mësojë njësoj si bashkëmoshatarët e tyre të talentuar kudo në botë. Për të pasur sukses botëror dhe që të arrijë suksese në moshë të madhe, mësimi duhet filluar që në vegjëli. Pra mësimi në këtë qendër fillon që nga fëmijët 6 vjeç. Normalisht duhet ta theksoj faktin që qendra Scale Up ka qenë qendra e parë me plan programin STEAM që mbahet në gjuhën shqipe. Dhe normalisht duke mos pasur shembull paraprak, nuk kemi pasur një njohuri se sa do të pritet mirë nga komunitetet e prindërit. Mirë po, besoj në këtë aspekt më mirë flasin numrat. Momentalisht qendra Scale Up ka mbi 200 nxënës aktiv të cilët ndjekin mësimet tona dhe deri tash kemi shërbyer më shumë se 2000 nxënës që nga 3 vite, domethënë që kemi filluar aktivitetet tona dhe në bisedimet tona me prindërit shprehin minjorje të thellë për shkak që, domethënë, fëmijët e tyre tashmë kanë një çështje pak më ndryshe për mësimin. Gjithçka që bëjnë në Scale Up është nëpërmjet lojës, po normalisht kjo lojë në përpaskendat e saj ka koncepte të mësimit. Dhe duke pasur parasysh këto numra, si dhe njëkohësisht edhe pritjet që bëjnë fëmijët për të regjistruar në Scale Up, kemi fëmijë që disa fëmijë, domethënë kemi që presin deri në 6 muaj, një vit që të regjistrohen në Scale Up. Besoj krejt këto shifra tregojnë për një sukses të cilën megjithatë nuk e kemi pritur, po ja që domethënë ka ndodhur ashtu. Ne shpresojmë që me zgjerimet tona normalisht të ketë interes më të madh jo vetëm në komunën e Çajirit dhe në Shkup, po edhe në qytetet më gjerë. Edhe kur me fëmijët merren profesionistët e vërtet, sigurisht që as rezultatet nuk mungojnë dhe këtë tashmë e kanë dëshmuar edhe fëmijët e kësaj qendre, të cilët kanë marrë pjesë në gara të ndryshme dhe kanë pasur sukses. Qendra Scale Up është akredituar nga organizata më e madhe botërore STEM.org, e cila neve na ofron kurrikulat dhe plan programin e detajuar të STEM-it. Qëllimi i STEM-it është që gjitha qendrat inovative dhe edukative në botë të krijojnë asnjë metoda të cilat do ta bëjnë më joshëse mësimin në teknologji dhe shkencë. Dhe qendra Scale Up normalisht edhe në bashkëpunim me qendrat si motrat së saj dhe në bashkëpunim me disa qendra edukative të shtetit të Finlandës kemi arritur që të zhvillojmë një plan program dhe një kurrikul e cila e parasheh disa aktivitete praktike për çdo aktivitet, për çdo koncept teknologjik dhe shkencor, në mënyrë që këto kuptime të thellohen tek fëmijët dhe besojmë që pjesa më e mirë e kurrikulave të qendrës Scale Up janë inovacione dhe mjetet të cilat i sjellim për çdo vit. Momentalisht me mjetet të cilat disponojmë dhe me kitet shkencore, mjetet teknologjike, dronat, ne besojmë që është përmbushur ideja inovative e kushti inovativ i plan programeve të cilat duhet të përmbajë çdo qendër inovative STEAM. Edhe besoj që qendra Scale Up është në atë rrugtim, ne nuk do të ndalemi me sjelljen e inovacioneve krejt në mënyrë që ta ndërtojmë një bazament profesional tek fëmijët që nga mosha 6 vjeçare. Në Shkup nuk ka qendra të tjera që ofrojnë programin e tillë, thonë se konkurenca gjithsesi që ngre cilësinë, megjithatë ata përpiqen që edhe pa konkurrencë fëmijëve në këtë qendër të ofrojnë më të mirën. Besoni për ta bërë dallimin, ndoshta duhet kishte qenë prezente ideja edhe qendrave tjera. Unë e tham për fat keq për shkak që nuk ekzistojnë qendra tjera, domethënë të cilat kanë po të njëjtin program, edhe pse me dëshirë komuniteti ynë gjithsesi që ka nevojë edhe për shumë qendra të tilla inovative.
Mirë po, momentalisht nuk korrespondoj me të tilla. Besoj, edhe nëse do kishte pasur, Qendra Skylab e dallon ideja që ne u premtojmë komunitetit tonë që nuk ndalemi në sjelljen e inovacioneve. Deri tash e kemi përmbushur këtë pa pasur ndonjë konkurrencë apo pa pasur ndonjë gjë që duhet të dallohemi. Deri tash e kemi aplikuar këtë zakon, besoj që edhe tash tutje do të aplikojmë dhe ajo që e dallon Qendrën Skylab është se fëmijët vinë shumë me qef, fëmijët dëshirojnë që të vazhdojnë tek Qendra Skylab, fëmijët e ndjejnë vetin në një ambient inspirues dhe premtues si nga ana e ambientit, si nga ana e shoqërisë që gjejnë këtu dhe mësimeve të cilat i mësojnë. Duhet ta theksoj normalisht që fëmijët që vinë në Qendrën Skylab përveç që ambientohen me gjëra të reja, normalisht kanë zhvillim të aftësive të tyre. Ne në Qendrën Skylab mundohemi që përveç njohurive të cilat i pajisim ato, mundohemi që pjesë e jona e rëndësishme është edhe zhvillimi i aftësive si mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, komunikimi, puna në grupe dhe kështu me radhë. Edhe kur e sheh përparimin e një fëmie në këtë aspekt, si në aspektin e zhvillimit të njohurive, po edhe në aspektin e zhvillimit të aftësive dhe sheh rezultate të prekshme, besoj kjo është gjëja më vitale që e dallon Qendrën Skylab prej qendrave tjera, edhe pse ne normalisht jemi të angazhuar në sjelljen e një vlerat e cila ka të bëjë me një të ardhme më të mirë për fëmijët, dhe besoj që kushdo që punon në këtë aspekt, gjithsesi jemi bashkëpunëtor dhe jo konkurrencë. Po sa e njohin prindërit domosdoshmërinë e dërgimit të fëmijëve të tyre të talentuar në qendra të tilla, Besarti pranon se në fillim kanë vërejtur skeptizëm, por duke parë suksesin dhe dëshirën e fëmijëve për të vazhduar të shkojnë në këtë qendër, atë tashmë e kanë të qartë se sa të nevojshme janë qendrat e tilla për të profesionalizuar fëmijët dhe në fund të fundit edhe për t'i larguar për pak orë nga qëndrimi i kohët para telefonave smart apo televizorëve, duke i detyruar që përmes lojës të mësojnë gjëra që do shërbejnë gjithë jetën. Normalisht në fillim njohja ne mundohemi që nëpërmjet rrjeteve sociale dhe shkollave ta përçojmë mesazhin tonë se realisht çka bëjmë. Normalisht prindërit në fillim kanë disa pikpyetje dhe nuk janë të njoftuar me këtë plan program, çka është ky plan program STEAM. Ne mundohemi që t'u shpjegojmë dhe t'u tregojmë praktikisht se si realizohet mësimi, domethënë dhe aktiviteti në Qendrën Skylab. Pas kalimit të kësaj faze, prindërit janë insistues në sjelljen e fëmijëve tek Qendra Skylab dhe besoj këtë dëshmon fakti që çdo vit neve kemi një interesim të dyfishuar. Normalisht po edhe interesimi nuk është si në aspektin e nxënësve të rinj, edhe në aspekt të nxënësve të cilët dëshirojnë të vazhdojnë në nivele më të ulta, në nivele të dyta, të treta, kemi nxënës që tashmë prej hapjes së Qendrës Skylab deri tash domethënë janë prezent këtu gati 3 vite eduke. Dhe krejt këto besoj tregojnë që prindërit kanë zell dhe dëshirë që fëmijët e tyre t'i kenë pjesë të këtyre qendrave inovative. Gjithmonë kemi menduar që në vendet perëndimore cilësia e arsimit është më e mirë se në vendin tonë. Këtë e konfirmojnë edhe radhitjet e ndryshme që dalin çdo vit për cilësinë e arsimit, por a ka fëmijë të talentuar edhe te ne? Sigurisht që ka dhe janë të shumtë, dhe qendrat e tilla ndihmojnë pikërisht këta fëmijë që të shprehin në maksimum talentin e tyre. Për fat të keq, qendrat e tilla janë të rralla, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në Ballkan. Normalisht ideja e themelimit të Qendrës Skylab ka ardhur pikërisht nga vetë kjo problematik, duke pasur parasysh që gjithë ne kemi qenë pjesë e sistemit edukativ. Qendra Skylab është një shembull dhe një kopje shumë e mirë e shumë qendrave inovative në përbot. Personalisht kam vizituar 10 qendra inovative në Evropë dhe ajo që kemi hasur është që me të vërtetë të fëmijëve në Ballkan dhe sidomos në shtetin tonë u mungon një qendër e tillë inovative, të cilat janë shumë vitale, duke pasur parasysh se qendrat këtilla në shtetet përparimtare janë pjesë e shkollave publike. Dhe mos të flasim për qendra jo formale, dhe kemi dashur që ti shohim gjitha praktikat e mira që kanë këto qendra edukative në përbot dhe ta bëjmë përbashkimin e tyre dhe ta krijojmë një ide e cila ka rezultuar të jetë Qendra Skylab.
Dhe pikërisht ajo që shihni këtu është pikërisht ajo që fëmijët e kanë në kryeqytete si në New York, Los Angeles, në qytetet evropiane, në Turqi edhe kështu me radhë. Dhe pra domethënë qendra të këtilla me kësaj inovacioni besoj që jo vetëm në Shtetin e Maqedonisë, lirshëm mund ta them që edhe në Ballkan është vështirë të gjenden. Besarti thotë se tashmë shkollat publike kanë kuptuar rëndësinë e qendrave të tilla që nuk janë zëvendësim për arsimin, por janë ndihmëse edhe për vetë mësimdhënësit, dhe bashkëpunimi me shkollat publike është i shkëlqyer për momentin. Duhet të them një falënderim të veçantë për shkollat publike të cilat kanë shprehur gatishmëri që të bashkëpunojnë me ne. Ne bashkëpunojmë me shumë arsimtarë, domethënë të mësimdhënës në shkollat publike në zhvillimin e nxënësve në disiplina të caktuara, por ato kanë shprehur interesim edhe në njohjen e praktikave të sistemit dhe normalisht tash edhe me inteligjencën artificiale. Vetëm në periudhën e kaluar kemi mbajtur trajnime me 4 shkolla publike të komunës së Çajirit në zhvillimin e përdorimit të inteligjencës artificiale, duke pasur parasysh që kur tash qendra Skylab angazhohet në sjelljen e inovacionit, ne inteligjencën artificiale e kemi pjesë të çdo kurrikule dhe çdo aspekti në qendrën Skylab. Dhe në këtë aspekt ne kemi bashkëpunuar me shkollat publike të cilat kanë kërkuar ndihmë nga ne në zhvillimin edhe përdorimin e inteligjencës artificiale, normalisht duke u treguar se si e bëjmë atë në qendrën Skylab. Pra ky bashkëpunim besoj që është i mirë edhe për ne edhe për shkollat publike, po besoj është shumë rëndësishëm për shkak që produkti i gjithë kësaj është zhvillimi i fëmijëve tanë. Bashkëpunimi edhe me qendrat e tjera është e domosdoshme për të krahasuar cilësinë e nxënësve, dhe bashkëpunimi i kësaj qendre me shtetet e tjera nuk mungon sepse vetëm në këtë mënyrë mund të këmbehen përvojat e suksesit. Po, normalisht, besoj që ardhja e qendrës Skylab deri në këtë pikë ka qenë si rezultat një bashkëpunimi të ngushtë me shumë qendra të cilat kemi bashkëpunim si nga Republika e Kosovës, nga Republika e Turqisë dhe normalisht më duhet të theksoj që pjesë të dukshme të zhvillimit të kurrikulës së qendrës Skylab kanë pasur edhe organizatat dhe shkollat publike që kemi bashkëpunim me ata të shtetit të Finlandës. Gjitha këto bashkëpunime normalisht me praktikat të cilat i sjellim ne dhe i shpërndajmë ata, si dhe praktikat të cilat i sjellin ata dhe i shpërndajmë neve, mundohemi që në çdo vend të jemi sa më të informuar me trendet më të fundit dhe inovacionet më të reja. Lëndët teknologjike janë ato për të cilën në fillimet e qendrës ka pasur fëmijë më të interesuar, sepse sigurisht teknologjia e re gjithnjë të parë tërheq fëmijët, por më pas sfera e interesimit është zgjeruar. Normalisht në fillim kemi pasur interesim më të madh për lëndët teknologjike, kodimi dhe robotika, për shkak që fëmijët pak nga aspekti i shkencës nuk është që janë përballur ndoshta me një mësim aq edhe argëtues, po me kalimin e kohës kam parë që domethënë edhe shkencën e bëjmë shumë mirë, gjithçka që bëjmë këtu është me eksperimente dhe me mjete interesante. Tash me një farë mënyrë është barazuar interesimi si nga pjesa teknologjike, si nga pjesa shkencore. Mirë po ajo që ne gjithmonë u themi fëmijëve, nuk është më rëndësi në cilin program je, më rëndësi është të jesh pjesë e qendrës Skylab në mënyrë që të arrish suksese më të larta. Qendra ndjek trendet e fundit botërore sa i përket mësimdhënies dhe inteligjenca artificiale, padyshim që është kryefjala e mësimdhënies në këtë qendër. Normalisht trendi më i fundit dhe më vital dhe trendi i cili me një farë mënyrë ka dhënë një shembull dhe një format të ri të mësimdhënies është inteligjenca artificiale. Ne tash periudhës së fundit merremi me trajnime dhe hulumtimin e platformave më të fundit të inteligjencës artificiale dhe zbatimin e tyre në kurrikulat dhe plan programet tona, duke pasur parasysh që edhe fëmijët tashmë janë ambientuar me ChatGPT-n dhe e kemi patjetër dhe ndoshta jemi të obliguar që të jemi prijatar të inteligjencës artificiale dhe zbatimit të saj.
Këtë kemi bërë me shkollat publike dhe normalisht jemi duke bërë me tutorët tanë, cilët gati se në çdo orë ka një pjesë të orës të cilët e praktikojnë inteligjencën artificiale në përqimin në një koncepti, në zhvillimin në një eksperimenti apo në testimin e nxënësve. Por inteligjenca artificiale edhe përkundër të mirave që ka, sjell edhe pasoja. Sa e dëmshme është kjo për fëmijët dhe ai mësojnë në këtë qendër se si të mbështeten edhe në forcat e tyre dhe jo vetëm tek teknologjia. Ne çdo herë themi shembullin e internetit, normalisht nëse nuk mund të krahasohet, nuk e themi ne, e thon domethënë zhvilluesit e kësaj platforme, inteligjenca artificiale mëton ta ketë fatin e internetit, normalisht si nuk mund të imagjinohet një ardhmë pa internet, ashtu nuk mund të imagjinohet një ardhmë pa inteligjencën artificiale, a do të jemi pjesë e saj gjithsesi që po është në pyetje koha se kur do të integrohemi. Qendra synon të zgjerohet edhe më tej jo vetëm këtu ku është tani, por të shtrihet edhe në qytete të tjera. Gjithsesi, domethënë ne vetë se kemi filluar në ndërmarrjen e aktiviteteve për zgjerimin e qendrës Skylab, normalisht qendra Skylab do të zgjerohet edhe në aspekt të këtij ambienti ku gjendemi tash, po normalisht do të ketë zgjerime edhe në qytete të tjera. Momentalisht jemi në zhvillim të hapjes qendrave të përfaqësive të qendrës Skylab në 2 qytete të tjera, të cilët i kemi lënë surprizë për shkak të publikut. Pra, domethënë dua të them që qendra Skylab është në plane konkrete të zgjerimit të saj dhe shumë shpejt normalisht qendrën Skylab do ta kemi në shumë qytete të tjera. Qendra Skylab është e para e këtij lloji në Shqip dhe për momentin funksionon vetëm me fëmijët në Shkup. Është mirë që drejtuesit e saj synojnë ta zgjerojnë këtë qendër edhe shpresojmë të bëjnë këtë sa më shpejt. Fëmijë të talentuar nuk ka vetëm në këtë qendër dhe kudo ku të jenë këta fëmijë duhen dedikuar dhe ridrejtuar drejt shkencës teknologjike.